Familja dhe edukimi në Islam. Nëna që ndërtoi një gjeneratë. Fatimia ishte një nënë e përkushtuar, jetonte në një lagje të zakonshme. Por, ajo kishte një mision të madh, edukimin e fëmijëve. Çdo mëngjes i zgjonte me lutje, me dua. U mësonte Kur'an që në moshë të vogël. Nuk kishte pasuri të madhe, por kishte dije, dituri. Ishte e butë, por e palëkundur në parime. Fëmijët e saj nuk i ndalin dot nga xhamia. E dinin se nëna e tyre nuk i mashtronte kurrë. Nëna e tyre ishte një njeri i drejtë. Kur fëmia i madh u fut në universitet, mbeti i devotshëm, nuk u ndikuan nga jeta moderne, sepse nëna e tij e kishte mbjellë besimin fuqimisht. Fëmia i dytë u bë mësues në xhami, edukator. Ai fliste për rëndësinë e nënës në Islam. Djali i tretë u bë memorizues i Kuranit, hafiz, e mbante Kuranin përmendësh. Ishte ëndra e nënës që u bë realitet. Fatimia qante nga gëzimi në secilin sukses të fëmijëve të saj. Ajo nuk kërkoi famë, por kënaqësinë e Zotit. Sot ajo është nënë e 3 djemve të dijes. Dëshiron që çdo nën ta kuptojë fuqinë e saj. Familja është vendi i parë ku ngjizet edukimi, Islami. Nëse nëna është e fortë, edhe kombi është i fortë. Nënë e cila e mëson fëmijën ta dojë atë dheun e vet dhe besimin që i takon. Edukimi është baza. Edukimi në shtëpi është mburoj kundër çdo trazire. Fatimia fitoi dunjan, botën, por fitoi edhe xhenetin ahiretin. Padyshim që këto nëna, të cilat edukojnë fëmijët dhe janë edukatorë të brezave, do të kenë shpërblime të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër.